Kosova inshallah fiton. Këta e kërkoj. Po presëm mirë më bo ma mirë. Gjendemi në njëre nga qendrat e votimit në Prishtinë, në shkollën fillore të mesmetorit Faj Konica. Ani pse menaxhierja e këtij qendre të votimit nuk gjendet këto, sipas të dhënave të KQZ-s, në këtë pikë kanë të drejtë vote 5273 votues, ndërkaq deri në këtë moment kanë votuar 813 votues. Ndërkaq në këtë qendër votimi ende nuk është raportuar për ndonjë incident apo ndonjë problem nga qytetarët. Tani do të pyesim edhe qytetarët që votuan në këtë shkollë se si shkoi procesi i votimit. Po votu. A pa ndonjë incident apo ndonjë problem? Shumë, gjithçka në rregull ishte. Çfarë presni për qeverisë tashme që do të votojë? Të shohim, shpresoj se do të punojnë mirë. Kushdo që të është me rëndësi Kosova me fitu, jo partit, jo kur gjë tjetër. Do të thotë vetëm Kosova inshallah fiton. Këta e kërkoj. A ka pas ndonjë incident apo ndonjë problem gjatë votimit që Jo, ka shku shumë mirë, gjithçka në rregull, s'ka na incident. Ja, kejtë në regull, asë kejtë kalabllak, shumë mirë konë. çfarë ju shtyu më shumë të marrë me votu për qeverinë e ashme të Kosovës? Po, nashta me këtë herë, po kryet kjo farë histori e gata. Çka presni për qeverisë tashme? Valoj, për qeverisë tashme, rrymen me në liru, mas pare, do projekte me i bo, do që me hi njerëzit në punë, qështë. Po ta pak të lashe një numër e qita ma shumë, të një do me ndrua se thanë, do me konë 10, jo me ma shumë, që kjo më dodi, po hamë që së konë një farë komedi qka. Po presëm mirë më bo ma mirë. Po që to me punësim, me konë, me rrymë, më mbroj pak pej tyne farë ngritjeve, po banë, po jo rryma, po shtrejtohet, jo diçka që ashtu diçka.